Dislipidemit vazhdojnë të kryesojnë sëmundshmërinë te grupmosha 35-70 vjeç në Gjirokastër. Këte faktojnë rezultatet e kontrollit shëndetësor bazë i cili ofrohet falas për këtë grupmosh. Drejtoresha e Qendrës Shëndetësore për Bashkinë Gjirokastër, Drita Hine, thotë se nga viti në vit është rritur ndërgjegjësimit e popullata mbi rëndësinë që ka check-upi për diagnostikimin e hershëm të sëmundjeve kronike. Re që interesimi i shtuar i të gjithë personave që duan që të bëjnë kontrollin mjekësor bazë, kuptohet sipas fashave që janë të caktuara 35 deri në 70 vjeç, pasi një pjesë e mirë e sëmundshmërisë kronike diagnostikohet nëpërmjet këtij kontrolli mjekësor bazë. Nga rezultatet e ekzaminimeve që janë bërë deri tani është vërejtur që pjesa më e madhe, domethënë, e sëmundjeve kanë qenë dislipidemit, çrregullimet e sëmundjeve të mëlçisë, për me rritje të transaminazave, të bilirubinës e të tjerë, kanë qenë persona me anemi goxha të theksuar, kanë qenë persona që kanë dalë me feçe gjak okult pozitiv, të cilët janë rekomanduar për ekzaminime të mëtejshme. Përmes paketës analizave dhe testeve është arritur të zbulohen forma të fshehura të sëmundjeve, për të cilat pacientët nuk kanë qenë në dijeni më parë. Dislipidemit janë vërejtur pothuajse në të gjitha moshat, duke filluar që nga mosha 35 që më përpara diagnostikoheshin në mosha më të vonshme, mbas moshës 40, tani kanë filluar që të shikohet që në moshën 35 vjeç e lartë. Për këtë kategori, pra kryesisht për moshat e reja, këshillohet një dietë e ekuilibruar dhe një aktivitet fizik i rregullt. Si në mbar vendin, edhe në Gjirokastër, ky proces ka nisur në vitin 2015 dhe ofrohet në 13 qendra shëndetësore të 3 bashkive, Dropull, Libohove e Gjirokastër. Nisur nga rritja e jetëgjatësisë, nga mjekët e familjes është hedhur edhe ideja zgjerimit të fashës që duhet të përfitojnë nga ky kontroll.